Mesazhi që preku fansa Jennifer Garner bën një gest emocional pas humbjes së ishvjerrës. Aktoria e famshme Jennifer Garner është fotografuar gjatë fundjavës në Brentwood me një detaj që nuk kaloi pa u vënë re. Vetëm pak javë pasi ishvjera e saj ndroi jetë në moshën 83 vjeç pas një betejë me kancerin në pankreas. 54 vjeçaria u pa në një treg fermerësh e veshur me një bluzë të bardhë, mbi të cilën ishte shkruar "Mamo, je t'aime", që në shqip do të thotë "Të dua mami". Shumë interpretuan këtë zgjedhje si një homazh të ndier në kujtim të nënës së Ben Affleck. Garnier dhe Affleck ishin të martuar nga viti 2005 deri në vitin 2018, por pavarësisht divorcit, aktoria ruajti një marrëdhënie të afërt me nënën e tij. Sipas raportimeve, nëna e Ben Affleck kishte qëndruar pranë Jennifer Garner dhe 3 fëmijëve të saj edhe gjatë vitit 2018, kur aktori po trajtohej në një qendër rehabilitimi. Jennifer dhe Ben janë prindër të 3 fëmijëve dhe pavarësisht ndarjes, kanë vazhduar të bashkëpunojnë për rritjen e tyre dhe kanë ruajtur marrëdhënie miqësore. Lidhja e ngushtë mes Jennifer Garner dhe ishvjerrës së saj duket se mbeti e fortë edhe pas përfundimit të martesës, ndërsa gjesti i fundit i aktores është parë nga shumë ndjekës si një mënyrë e heshtur për të nderuar kujtimin e një personi që ka patur një rol të rëndësishëm në jetën e saj dhe të familjes së saj.